Mirëmbrëma, mirë se erdhët në 30 minuta. Sot u mbajt në Tiranë mbledhja e dy qeverive, asaj të Shqipërisë dhe Kosovës, një mbledhje që pason atë të Prizrenit disa muajve më parë, e cila u shtyhet edhe për shkak të situatës së rënd politike në Kosovë, por fatmirësisht kjo mbledhje u kryu, u nënshkruan dhe 11 marrëveshje sot. Por çfarë solli pikërisht kjo mbledhje, përtej simbolikës? Unë jam në 30 minuta me zëvendës ministrin e punëve të jashtme, Selim Belortaja. Faleminderit që jeni në studion tim sot për të folur në lidhje me këtë temë, zoti Belortaja. Dokumenti për partneritet strategjik rezultoi edhe me këto 11 marrëveshje që u nënshkruan sot mes dy qeverive. Sa konkrete në fakt janë këto marrëveshje që ne pam të nënshkruheshin sot? Ju thatë përtej ceremonialit, po unë do të thosha që simbolikës, edhe vetë simbolikës, po unë do të thosha që edhe vetë mbledhja formale e dy qeverive është një kontribut direkt bashkëpunues, sepse krijon një klim, një atmosferë besimi dhe inkurajimit të gjithë faktorëve të bashkëpunimit, qoftë të faktorëve ekonomik, kulturor, biznesit e tjera. Pra vetë mbledhja, vetë fakti që dy qeverit ulen në një tavolinë, është vetë instrument kontributi konkret në bashkëpunim. Gjithë kjo iniciative, keni fjallë. Po, unë e kam fjallën përtej asaj skenografisë, edhe për t'u lakmuar sot, këto 11 marrëveshje, janë konkrete, kanë diçka konkrete, nëse i shohim marrëveshjet, marrëveshje bashkëpunimi, memorandum mirëkuptimi, nuk është se shihet shumë për konkretizim në këtë rast. Në pamje të parë, flasë. Përtej këtij fakti, unë vazhdoj të qëndroj ke rëndësia që ka vetë mbledhja e dy qeverive, dy fraza më shumë. Vetë mbledhja është gjithashtu dhe bilancë. Ulja e dy qeverive përballë njëra tjetrës i detyron palët të shfletojnë angazhimet e marra një vit më parë, deklaratën e partneritetit për një vit më parë, marrëveshjet e nënshkruara më parë, dhe të shikojnë se sa prej tyre është realizuar dhe kush ka qenë problematika e zbatimit të tyre. Dhe e treta, duke qenë përballë njëra tjetrës, palët nxjerrin përgjegjësitë. Nëse kjo që në ndodhi me pataten apo me tregtinë, me qimenton, është për fajt kësaj ministria, asaj ministrie në këtë anë të kufirit apo në atë anë të kufirit. Prandaj ka shumë rëndësi për të simbolikës mbledhja e dy qeveri. Ndërkaq kemi një set marrëveshjesh, kemi edhe një dokument të nënshkruar strategjik. Pikërisht për ato që ndodhen, si thatë dhe juve pak më parë me këto produkte, patateja apo qimentoja, a tregon ajo që vullneti nuk është ai i duhuri, kur ne shohim që shqiptarët nga dy anët e kufirit përballen me situata të tilla të vështira, biznesmenët në rastin konkret? Jo, situata e sotme moderne, ku kanë hyrë vendet e integrimit, e antarësimit në organizata ndërkombëtare që vendosin norma, rregulla në fushën e qarkullimit të mallrave, shërbimeve, produkteve, kapitalit, e ka bërë të vështirë sigurisht këmbimin e mallrave pa instrumentat e duhur të monitorimit. Pra kërkohet nga një anë të promovosh tregtinë dhe flukset e këmbimit kapitalit njerëzve e produkteve, dhe nga ana tjetër të jesh në rregull me normat e rregullat ndërkombëtare të tregtisë, me OBT-n, me CEFT-ën, me marrëdhëniet bilaterale në fushën e tregtisë. Të gjitha këto kërkojnë mekanizma dhe instrumenta, si për zbatimin ashtu dhe për monitorimin e detyrimeve reciproke. Prandaj në vetvete shkëmbimi i rregullt korrekt në pajtim me angazhime ndërkombëtare është një punë e vështirë. Prandaj jam plotësisht dakord me atë që ajo që pritet është kalohet përtej marrëveshjeve formale, përtej marrëveshjeve kontekstuale dhe kuadër që i quajmë ne, dhe në propozimin dhe ngritjen dhe instalimin e mekanizmave të zbatimit dhe monitorimit. Kjo mbledhje, në fakt, unë kam qenë pjesë e procesit përgatitor të kësaj mbledhje, këtë ka pas synimin kryesor. Këtë shqetësim që e ngritët ju që në frazën e parë. Jo, dakor, e di pse e them këtë çështjen e konkretizimit, ju jap një detaj. Jo më larg se gjatë drekës, një nga sajtet e lajmeve të Serbisë thoshte se Ministri i Transporteve të Serbisë njofton se sot se dy vendet tona, Shqipëria dhe Serbia, do t'i propozojnë Bashkimit Evropian projekte të përbashkëta në infrastrukturë, bëj fjalë për 2 rrugë, në fakt që do të ndërtoheshin dhe do të propozoheshin nga dy vendet tona. Dhe në fakt më shumë, më konkret më duket kjo gjë se sa 11 marrëveshje që u nënshkruan sot nga dy qeverit tona, ajo Shqipërisë dhe Kosovës. Jo, mund të ketë deklarime shumë. Marrëveshjet bilaterale. Prandaj them konkret. Konkret është të ndërtosh diçka, të heqësh disa tarifa, të ndihmosh biznesin kur shkëmben në kufi. Si të gjitha vendet, ky ka qenë shqetësimi edhe i këtij seti marrëveshjes, konkretizimi. Pra, të ndërtosh një kuadër konkret marrëdhënies dhe ta promovosh atë midis dy vendeve, Shqipëri, Kosovë, nuk do të thotë të përjashtosh vendet e tjera nga
pjesëmarrja në liberalizim dhe promovim të tregtisë dhe investimeve. Ne do të dëshironim që e njëjta gjë që po bëhet me Kosovën të vazhdojë edhe me vendet e tjera. Dhe kjo të shërbejë si një model për bashkëpunimin dypalësh me vendet e tjera të rajonit. Absolutisht asnjë gjë të keqe s'ka. Por mendojmë që ka, edhe ky është gjykimi i qeverisë, ka shumë më tepër premisa që kjo gjë, liberalizimi, konkretizimi me projekte, të ndodhë më parë me Kosovën, midis Shqipërisë dhe Kosovës, për disa arsye, që i kishte edhe ai slogani në mbrapa në sfondin shumë kuptim plot, por të konkretizimit arrihet më parë. Po, jam dakord me ju që kishte edhe një frymë kombëtariste. Po politika e bën këtë her pas here. Unë si ekonomist sigurisht do të donja përtej asaj të ketë më shumë substancë lehtësuese dhe fluksesh ekonomike, po më duket se është një përpjekje shumë e lavdërueshme në këtë drejtim, në këtë kahje të konkretizimit. Për shembull, po të përmend një prej këtyre marrëveshjeve që u firmosën sot, protokolli i përbashkët për zbatimin e angazhimeve të marrëveshjes së facilitimit, lehtësimit tregtisë. Po. Rreth pikrisht këtu, synon pikrisht në zbatimin e angazhimeve të marra në kuadër të një marrëveshje tjetër kuadër. Sepse në janar të vitit 2014, palët, bashkë me dokumentin strategjik në Prizren, miratuan dhe një marrëveshje për lehtësimin e tregtisë me shumë angazhime për kollajllikun, për lehtësimin e lehtësimin. Do të thotë që duhet shtruar një herë terreni, më pas të mbërrim në situata konkrete ku të dyja vendet të Dhe çfarë ndodhi? Çfarë ndodhi gjatë vitit 2014, mbas nënshkrimit të marrëveshjes, subjektet ekonomike, bizneset hasën probleme konkrete, hasën dhe vështirësinë në adresimin e probleme konkrete. I drejtoheshin ministrisë në Kosovë, ministrisë këtu, agjensive të ndryshme, promocionit, mbrojtjes së investimeve, herë gjenin përgjigje, herë nuk gjenin përgjigje përfundimtare. Sepse ka dhe interesa shumë dha ekonomike, sigurisht ka dhe interesa. Ka dhe interesa shumë. Duhet jemi konkret në këtë histori. Por sot, edhe si ekonomist në fakt ju pyes, cilat janë barrierat që pengojnë, po themi, intensifikimin e bashkëpunimit ekonomik mes dy vendeve dhe pas këtyre marrëveshjeve që unë shkruan sot, kemi një rrugë më të shtruar, më të lehtësuar? Po së pari, kur flasim për flukse ndërmjet dy vende, flukse ekonomike, investime, kapital apo tregti, mallrash, produkte, në mendje na shkojnë barrierat doganore, ose ato që quhen barriera tarifore. E vërteta është që ndërsa është bërë shumë për uljen e barrierave tarifore dhe eliminimin e tyre, për shembull vetë marrëveshja CEFTA, ku ne jemi së bashku me Kosovën antar, marrëveshja e tregtisë lirë të rajonit, ka një kalendar për eliminimin e barrierave tarifore. Pra përheqjen e doganave, po të themi shkoqur. Ndërkohë që bëhet pak për ato që quhen barriera mbrapa kufive, që janë barrierat të padukshme, barrierat teknike, barrierat karakterit administrativ, vonesa, procedura, sqarim letrash, formate autorizimesh të ndryshme nga njëri vend në tjetrën. Burokracitë e rastit. Burokracitë të cilat shpesh rrjedhin edhe nga legjislacioni dhe mekanizmat që ka vendet të ndryshme, por rrjedhin edhe nga arsye subjektive të punës pandërgjeshme të administratës apo spekulluese. Dhe njëra nga këto marrëveshje në fakt i adreson këtë punë. Njëra nga marrëveshjet merret pikërisht me barrierat teknike ose me barrierat jo tarifore, ashtu siç merret edhe me barrierat sanitare, fitosanitare, me harmonizimin e njohjes autorizime dhe certifikatave lidhur me kondicionet, me standardet teknike. Pra, nuk ka pse të përdoren dy palë autorizime dhe dy palë certifikata në dy vendet ndryshme, por mund të bëhet njohja e tyre nga dy palët dhe kjo e lehtëson shumë kamionin me mallra që kalon kufit. Ka ndoshta edhe arsye historike, jo ndoshta por ashtu është, dhe nga dhënat që ne kemi sot, mallrat serbe vazhdojnë që të dominojnë në një farë mënyrë tregun e Kosovës. Pse Shqipëria nuk po fiton terren në Kosovë? Tash ne jemi në ne kemi dhe shumë dhëna, domethënë shkëmbime tregtare mes Shqipërisë dhe Kosovës kanë qenë për 2014 177 milionë euro për një orë dhe publikun lidhur me të. Jetojmë në një botë konkurruese. Dhe sado që përmes frymës nacionaliste, popullore, kombëtare, ne të përpiqemi ta harrojmë këtë faktor, ai nuk mund të eliminohet, nuk mund të hiqet. Është faktor bazë që motivon subjektet ekonomike dhe bizneset parasgjithësh. Këtë s'duhet ta harrojmë, se po e harruam nuk do të bëjmë shumë në drejtim të konkretizimit të marrëdhënies. Për t'ju përgjigju pyetjes tuaj, kjo është arsye që tregtia e Kosovës me vendet e ish Jugosllavisë vazhdon të ruajë një vend dominant
për arsye të lidhjeve konkurruese, të traditës së marrëdhënieve midis bizneseve, prodhuese, konsumuese. Lehtësisë së lidhjeve ndoshta që kanë qenë të Por dhe hershme. traditës së lidhje të hershme. Është një strukturë ekonomike e krijuar në dekada, e cila edhe për inerci vazhdon, por nga ana tjetër edhe për faktor konkurrues, sepse janë po të jenë produkte më të mira, që arrin më shpejt tek më të lira dhe që arrin më shpejt te blerësi, më pa telashe, me më pak kosto, sigurisht do t'i konkurrojnë mallrat tona nëse ato do të arrin me më shumë pengesa, me më shumë barriere administrative, me më shumë telashe transporti, me më shumë kosgjatje. Nga trendi që ju shihni dhe përpjekjet që bëjnë edhe bizneset shqiptare, besoni se mund të ketë ndryshim në këtë raport në vitet që do të vinë? Ka përpjekje për ta ndryshuar situatën atje? Po gjithçka po ndodh dhe në gjitha planet ku po punohet synojnë të njëjtin gjë, lehtësimin e flukseve tregtare të kapitalit të investimeve. Dhe më duket se është bërë mjaft në këtë punë. Së pari është bërë një punë e mirë në këtë kuadrin administrativ. Vetë ulja e dy qeverive, dokumentat strategjike, akordi plot i qeverive për t'i dhënë çdo lehtësi bizneseve dhe flukseve që synojnë kalimin e këtij Do ta ndihmoj këtë. E dyta, në planin infrastrukturor, është punuar mjaft në linjën e interkoneksionit, për shembull, energjetik me Kosovën, duke krijuar një treg, duke synuar një treg të përbashkët energjetik, që është një lehtësim jashtëzakonisht i madh infrastrukturor. Rruga e Kombit, pa diskutim që është një vepër e rëndësishme, monumentale në sa i përket flukseve. Edhe pse s'ka dhënë rezultatet që pritishin. Me gjithë vërejtjet tona të planit administrativ të realizimit projektit, të planit financiar të realizimit të eficiencës. Ju e kanë fjalën rezultat ekonomik në shkëmbime mes dy vendeve, nuk them se ka dhënë atë që pritej. Si projekt më vete, po. Ka probleme të eficiencës vetë, por si lehtësi për bizneset, nuk ka dyshim që ka krijuar një lehtësi. Pyesni çdo biznes do të thotë kjo na ka lehtësuar jashtëzakonisht në punën tonë me Kosovën. Do të shkojmë vetëm pak sekonda publicitet, rikthehemi me zotin Belortaja në studio për të folur për bashkëpunimin diplomatik mes Shqipërisë dhe Kosovës, por dhe një deklaratë bërë nga kryeministri Rama, e mbështetur edhe nga ministri i jashtëm i Kosovës në lidhje me regjimin e vizave mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Jemi rikthyer në 30 minuta, jam me zëvendës ministrin e punëve të jashtme, zotin Selim Belortaja. Do doja ndalesha, zoti Belortaja, në bashkëpunimin diplomatik mes dy vendeve. Pas Milanos, një konsulat e përbashkët në Munich, që do të operohet nga dyja vendet tona. Si kanë funksionuar në fakt në Milano një eksperiencë e tillë? Po, në Milano ka një kohë të shkurtër relativisht që funksionon si konsulate përbashkët dhe sigurisht efektet janë ndjerë në radhë parë nga qytetarët shqiptarë edhe kosovarë që punojnë e jetojnë atje dhe që kanë nevojë për shërbime konsullore. Të cilit lloj në fakt, edhe lëshim pasaportash apo aplikime nga më të ndryshme? Po edhe lëshim pasaportash, po. Konsullata bën dhe lëshim pasaportash. Po kryesisht të karakterit të ndihmës për probleme që mund të kenë qytetarët e vendosur në një vend tjetër, probleme nga më të ndryshme të jetës normale të njeriu. Dhe që shpesh ju është dashur të sorollaten edhe për një rast leje, për një rast vdekje, për një rast transporti. Këto janë logjistik, këto janë tipike për shërbimet konsullore. Këto janë të njëjtat lindje, shtetësie. Për ta kuptuar se si funksionon realisht, këto janë të njëjtat ambiente që ka shteti shqiptar, se lidhet saj diplomatike i vënë në shërbim të Kosovës apo në rastin e Milanos është kështu. Në rastin e Milanos, në rastin e Muniut, po shikohet që të ketë një ambient të përbashkët, që të përshtatet më mirë. Që do të thotë financohet nga të dyja vendet dhe përdoret nga dyja vendet dhe kjo di pak për modalitetet se si do të paguhet, si do të... Çdo gjë që është vënë synim të bëhet, është zgjidhur. Pjesa administrative, siç e tha dhe kryeministri sot, është gjëja më e rëndësishme, nëse palët kanë vullnet. Dakor, po kur flitet, ju e dini më mirë se unë për çështje financiare besoj. Do të bëhet, Arsen, do të bëhet problemet. Cila mund të jetë fakt konsullata tjetër? Domethënë, synimi është në vendet e Bashkimit Evropian apo dhe më tej mund të ketë? Kudo ku ne kemi konsullata të përgjithshme. Ne kemi edhe në Stamboll konsullat përgjithshme. Nuk e di statusin nëse Kosova e ka apo jo një shërbim konsullor në Stamboll. Nëse nuk e ka, do të ishte rasti ta ndante bashkë me ne. Ne kemi ambientet mira në Stamboll. Megjithatë kur flasim për bashkëpunim diplomatik, a është disi, po themi, ironike kur Kosova ka një problem sot me ambasadën e vet me Godinën dhe akoma nuk është zgjidhur në Tiranë. Ju duket ironike kjo gjë që ne bashkëpunojmë së jashtëmi, po themi, me konsullatat tona dhe këtu akoma se kemi zgjidhur këtë çështje?
Nuk është një çështje që nuk e kemi zgjidhur ne, është një çështje Ka një problematik kontraktuale, përgjithësie. është një çështje kontraktuale, të njëjtat probleme kemi edhe ne kudo në botë, dhe në mënyrë administrative, në mënyrë kontraktuale dhe ligjore, problemi zgjidhet. Sot edhe kryeministri bëri të qartë që ju siguroj që do ta kapërcejmë këtë ngert shumë shpejt dhe pa problem. Pikërisht edhe në konferencën për shtyp, zoti Rama, por dhe ministri i jashtëm i Kosovës folën në lidhje me çështjen e regjimit vizave mes Kosovës dhe vendeve të Bashkimit Evropian, por në fakt është një kërkesë kjo legjitime kur ne shohim çdo ditë nga Kosova largohen me qindra e me mijëra qytetarë të cilët kërkojnë azil politik në vendet anëtare të Bashkimit Evropian. A është kërkesë legjitime drejtuar Bashkimit Evropian kjo që bën zoti Rama dhe zoti Thaçi në rastin konkret, kur përballemi me një emigracion të tillë dhe në rast të liberalizimit të vizave mund të ishte akoma dhe më i madh? Jo, kjo është më shumë se sa një kërkesë legjitime, sepse adresimi i problemeve që sjellin flukse të tilla të palishme bëhet më mirë duke liberalizuar se sa duke shtrënguar. Historia e marrëdhënieve edhe në Europë ka treguar që izolimet dhe masat shtrënguese në përgjithësi shpjellin eksplodime dhe eksplozione të eksode të emigracionit. Një normalizim i lëvizjes, e drejta për të lëvizur lirshëm çdo ditë, çdo javë, për te kufive, për në be, e që tensionon situatën dhe në një mas të madhe e heq dëshirën për të hikur përfundimisht. Unë nuk e di si e kap një ju, po edhe në Shqipëri ka ndodhur që kur... Nuk e di nëse ka ndodhur kështu, kam përshtypjen shqiptarëve ju liberalizuan vizat në një moment kur nuk patim flukse të mëdha, po themi ilegale, ishte një moment tjetër historik dhe në kënd vështrim e kam. Por çështja e vizave me Kosovën sot ushtrua edhe në një plan parimor, në një plan njerëzor. Është krejtësisht anormale që në një vend evropian të vazhdojë të ruhet një regjim vizash, në një vend të vetëm evropian. Duke krijuar dhe një lloj diskriminimi të pajustifikuar në fakt mirë, sepse ndërkohë që ky është një vend i njohur nga 108 vende, është një realitet funksionues, ka qeverinë e vet, është antar i Bankës Botërore, i FMN-s, i disa organizatave rajonale ndërkombëtare. Veçohet nga të tjerë, sa i përket regjimit të lëvizjes qytetarëve të vet, është edhe e pakuptueshme, po është edhe kundërproduktive, siç thash unë, edhe për fluksin e lëvizjeve vetë. A do duhet ishin edhe përfaqësuesit shqiptar të Maqedonisë të përfaqësuar në një farë mënyrë në mbledhjen e sotme, ndoshta ata që janë sot në qeverinë Gruevski? BDI-a e kam në rastin konkret. Apo do duhet kemi mbledhje të veçanta me këto vende? Unë nuk mendoj se kjo ishte një mbledhje me sfond nacionalist. Nuk ishte një mbledhje me sfond funksionimi. Për post atit titullit? Nuk mendoj se ishte ky, për post titullit. Unë mendoj se kjo shtroi nevojën që të shfrytëzohet një potencial që ekziston midis dy vendeve për të ndërtuar një model bashkëpunimi super liberal, super funksionues, i cili mund të shërbejë pastaj për të ushtrirë edhe në vende të tjera. Prandaj them që nuk ishte edhe e nevojshme që të jenë të gjithë faktorët e përfaqësuar në këtë tavolinë, sepse institucionalisht ishte një mbledhje mes dy qeverive, dokumentat janë zyrtare, qeveritare, nuk ishte një mbledhje e hapur, si më thënë. Ndërsa sa i përket adresimit problemeve që kanë faktori shqiptar, Maqedonia, apo në Preshevë. Apo në luginë e Preshevës, do duhet ketë një vëmendje më të madhe për luginë e Preshevës. Një vëmendje që nuk ka munguar. Të dyja qeverit kujtoj se kanë dhënë nga rreth 100.000 euro, mos gabohen vetëm pak kohë më parë. Është mjaftueshëm ajo që bëhet nga shteti shqiptar apo shteti shqiptar në Kosovë për luginë e Preshevës? Dhe ajo që bëhet nga shteti shqiptar për sa i përket problematikës faktorit shqiptar, sidomos luginë e Preshevës, është shumë më e madhe se sa kjo që thoni ju dhe që matet me shifra dollarësh. Sepse kryeministri dhe qeveria shqiptare, të gjitha qeveritë shqiptare, kanë ngritur vazhdimisht problemin e standardeve të drejtave të njerëzve që jetojnë në këto trevat, shqiptarëve që jetojnë aty. Ky është kontributimi i madh, edhe në takimin e sotëm. Kryeministri shtroi prapë nevojën që ata të trajtohen në mënyrë korrekte, shqiptarët e Preshevës, në të dy planet.
edhe në planin e përfaqësimit në organet e vendimarrjes, qeverisë lokale apo qendrore, po edhe në standardin e jetesës, standardin infrastrukturor, standardin e furnizimit me të mirat. Kjo ndoshta kërkon një presion më të madh drejtuar qeverisë serbe normalisht. Ky është një presion pozitiv, do të thosha unë, sepse ky është i mirë dhe për vetë qeverinë serbe dhe shtetin serb, që të mos ketë dy standarde në trajtimin e banorëve të shtetit. Ne jemi në fakt, zoti Beluartaj, një rajon që e ka... Dhe ne kemi një model, i kemi dhënë një model Serbisë me Kosovë, Kosova, më mirë të themi. Sepse vetë trajtimi i minoritetit serb në Kosovë është një shembull shumë i mirë. Një model shumë i mirë i trajtimit pavarësisht se kemi dalë nga lufta dhe nga sepse konflikti e zakonshëm. kemi ministra në qeverinë e Kosovës, ministra serb, që përfaqësojnë interesat e komunitetit të tyre. Kemi projekte infrastrukturore të cilat janë më intensive tek zonat e banuara nga serbët, madje, sesa te zonat e tjera. Pra i kemi adresuar dhe i adresojmë në mënyrë faktori shteti kosovar, shumë korrekt dhe shumë hapur çështjet e minoritetit serb. Gjukoni se të tilla formate, si kjo mbledhje mes dy qeverive, shikohen me një lloj xhelozie apo një lloj, po themi, urrëtie edhe pse jo e shfaqur nga vendet e tjera të rajonit? Mund të shkaktojnë reagime të tilla mbledhje, është folur gjithmonë për Shqipërinë etnike, Shqipërinë e madhe, dhe mund të ngjallin reagime nga vendet e tjera të rajonit, apo ne kemi në këto kushte dhe edhe në mbledhjen e sotme është treguar, janë treguar saqet në një farë. Ndjesitë që krijohen mund të jenë të ndryshme. Nuk përjashtohet mundësia që fraksione apo rryma të ndryshme të kenë ndjesi edhe negative për mbledhjes tjera. Por ne jemi të bindur dhe mendojmë se është komplet konstruktive dhe principiale që fryma e këtij takimit sotëm të shtrihet edhe në bashkëpunim me vendet e tjera. Dhe unë them që e ardhmja i takon liberalizimit dhe lehtësimit. Vetë Bashkimi Evropian fakt si shet takime të tilla? A ka një lloj koordinimi kur bëhen mbledhje të tjera për shkak se edhe nënshkruan marrëveshje që mund të kenë ndikim edhe në raportet me Shqipërinë dhe BE-s? Ne kujdesemi, veçanërisht Ministria e Jashtme kujdeset pikërisht për këtë aspekt të pajtueshmërisë të hapave dy palshe me angazhimet tona shumë palshe dhe posaçërisht me angazhimet në NATO apo në Bashkimin Evropian. Dhe nuk ka absolutisht asnjë konflikt. Jo vetëm me integrimin evropian, të cilin edhe kjo mbledhje sot me e konsideroj si një yll polar integrimin evropian për të dy vendet dhe për gjitha vendet e rajonit, por dhe për integrimet e tjera. Zoti Beluartaj, falenderoj shumë që ishit në 30 minuta për të folur në lidhje me mbledhjen e sotme të Shqipërisë. Faleminderit për ftesën. Faleminderit edhe një herë, faleminderit edhe juve shikues të nderuar, bashkë do të shihemi nesër në ditën e orë. Mirupafshim.